1000 vjet më parë, çdo qenie njerëzore jetonte kështu. Sot, mbeten më pak se 1200 njerëz në planet që ende gjuajnë për të mbijetuar ashtu siç bënin paraardhësit e tyre 50.000 vjet më parë. Ata flenë në pemët e baobabit, zgjohen pa orë, dhe çdo vakt varet nga një gjë e vetme, të vrasësh ose të vuash nga uria. Hadzabe të Tanzanisë nuk zgjodhen të ruanin traditat. Ata thjesht nuk ndaluan kurrë jetuarin në mënyrën origjinale. Dhe në 24 orët e ardhshme, ju do të ndiqni se çfarë do të thotë të ekzistosh kështu. Nëse jeni të apasionuar pas kafshëve të egra dhe dokumentarëve të vërtet, mos e lini këtë video. Shikoni deri në fund, regjistrohuni tani në kanal dhe komentoni nga ku po shikoni. Lugina e Riftit pret Tanzaninë si një shenjë gjeologjike 65 milion vjeçare. Është këtu, midis liçenit e Eyasi dhe shpatëve të vulkanit Oldeani, që Hadzabe mbajnë territorin e tyre. Një zonë prej afërsisht 1300 km2 savan, pyll i thatë dhe teren shkëmbor. Këtu nuk ekziston asnjë gardh, asnjë rrugë e shtruar, asnjë shtyllë dritash. Vetëm tokë, vegjetacion, kafshë të egra dhe qenie njerëzore që refuzojnë të zbutin çdo gjë, duke përfshirë edhe veten e tyre. 3:40 e mëngjesit. Kampi ende fle. 8 kasole të përkohshme të bëra nga degë të thurura dhe bar i thatë formojnë një gjysmërreth të parregull. Nuk ka mure të mirë fillta, vetëm struktura që ofrojnë hije gjatë ditës dhe mbrojtje kundër erës natën. Një familje Hadzabe ndërron kamp mesatarisht çdo 2 javë. Ndërtimi i një banese të re zgjat rreth 2 orë. Braktisja e saj nuk gjeneron asnjë ndjenjë humbjeje. Në qendër të kampit, thëngjit e një zjarri ende lëshojnë një shkëlqim portokalli të dobët. Zjarri nuk fiket kurrë plotësisht. Dikush zgjohet gjithmonë gjatë natës për të shtuar shkarpa. Jo për ritual apo bestytni, por për arsye absolutisht praktike, zjarri largon grabitqarët. Luanët, hienat dhe leopardët vërtiten rreth këtyre tokave. Një kamp pa zjarr është një ftesë. Gudo zgjohet i pari. 34 vjeç, 1,68 m i gjatë, afërsisht 60 kg. I dobët në një mënyrë që njerëzit urban e ngatërojnë me kequshqyrjen, por që përfaqëson formën fizike ideale për ata që ecin 15 deri në 20 km në ditë në diellin 40 gradë. Çdo muskull i trupit të tij ekziston për një funksion specifik. Ai ngrihet nga toka ku fjeti i mbështjell me një lëkurë antilope. Nuk ka dyshek apo jastër. Hadzabe flenë drejt për drejt mbi tokë që kur lindin. Studimet e universitetit duke zbuluan se ata kanë cilësi gjumi superiore ndaj mesatares së popullsive të industrializuara, pavarësisht kushteve që perëndimorët do t'i konsideronin të pamundura për pushim. Gudo merr harkun e tij. Arma është rreth 1,20 m e gjatë, e bërë nga druri i komfolia, një pemë lokale e njohur për fleksibilitetin dhe rezistencën e saj. Prodhimi i një harku të tillë kërkon afërsisht 3 ditë punë manuale. Së pari, zgjedhja e degës së duhur, e cila duhet të ketë diametër uniform dhe asnjë nyj që komprometon strukturën. Më pas, kruajtja e kujdesshme me një te metali, një nga të paktat sende që Hadzabe marrin përmes shkëmbimit me fiset fqinje. Së fundi, trajtimi me dhjam kafshësh për ta bërë të papërshkueshëm nga uji dhe instalimi i kordonit, i bërë nga tendinat e gjirafës të thurura. Tendinat e gjirafës. Ky nuk është një detaj i rastësishëm. Hadzabe zbuluan breza të panumërt më parë se tendinat e qafës së gjirafës, kur thahen dhe thuren, prodhojnë kordonin më rezistent dhe elastik të mundshëm për harqet e tyre. Një gjiraf e vetme siguron material të mjaftueshëm për të prodhuar kordona që zgjasin me vite. Çdo pjesë e kafshës ka një destinacion. Asgjë nuk shkon dëm. Lëkura bëhet mbulesë për të fjetur. Eshtrat bëhen mjete. Dhjami bëhet lëndë djegëse për pishtarët. Mishi ushqen grupin për ditë të tëra. Tendinat bëhen kordon harku. Thundrat, kur zihen, prodhojnë një ngjitës natyral të përdorur për të fiksuar majat e shigjetave. Gudo mban 12 shigjeta në një këllëf të bërë nga lëkura e dik-dik, një antilop e vogël që peshon maksimalisht 6 kg kur është e rritur. Shigjetat maten midis 60 dhe 80 cm dhe majat e tyre metalike janë lyer me helm peme. Ky është sekreti vdekjeprurës i gjuetis Hadzabe. Helmi vjen nga Adenium obesum, e njohur gjerësisht si trëndafili i shkretëtirës.
Lëngu I kësaj bime përmban glikozide kardiake mjaft të fuqishme për të rrëzuar një buall 800 kg brenda pak orësh. Lëvorja e rënjës zihet derisa të formojë një pastë të errët dhe viskoze, e cila aplikohet në majën e shigjetave. Një shigjet e helmuar mbetet vdekjeprurëse për disa muaj. 4:15 e mëngjesit. Gjuetarët e tjerë fillojnë të zgjohen. Manu është 22 vjeç dhe ende po mëson rrugët më komplekse të gjuetisë. Midis Hadzabe, një burr fillon të gjuajë kafshë të vogla, zogj, lepuj, hardhuca, rreth moshës 8 vjeç. Në moshën 12 ose 13 vjeç, ai tashmë shoqëron të rriturit në gjueti më të vogla. Por leja për të marrë pjesë në ndjekjen e kafshëve të mëdha si gjirafat, buajt dhe zebrat vjen vetëm pas moshës 18 vjeçare, kur I riu ka treguar zotërim të plot mbi gjurmimin, durimin dhe shënjestrën. Saleh është më I vjetri I grupit të sotëm. 50 e ca vjeç, fytyrë e shënuar nga dekada ekspozimi ndaj diellit dhe erës, një vrag e trashë që shkon nga vetulla e majt deri te vija e flokëve, kujtim I një takimi me një leopard kur ishte 17 vjeç. Ai pothuajse vdiq atë ditë. 3 nga shokët e tij e mbajtën kafshën, ndërsa një tjetër I shpoi qafën me një heshtë. Saleh mban vragën ashtu si burrat e tjerë mbajnë diploma. Provë mbijetese. 5 e mëngjesit. Grupi I gjuetisë është formuar. 6 burra në total. Asnjë grua. Midis Hadzabe, ndarja e punës sipas gjinisë ekziston, por nuk funksionon si një strukturë e ngurtë shtypjeje. Burrat gjuajnë. Gratë mbledhin zhardhok, fruta dhe mjaltë. Të dyja aktivitetet janë një lloj thelbësore për mbijetesën e grupit. Studimet antropologjike tregojnë se mbledhja femërore siguron afërsisht 70% të kalorive të konsumuara nga fisi në ditët e zakonshme. Mishi I gjuetisë është I rëndësishëm, por nuk është baza kryesore ushqimore. Është suplementi proteinik që plotëson dietën e perimeve. Megjithatë, gjuetia mbart një peshë simbolike dhe sociale të madhe. Një burr që kthehet me mish festohet. Aftësia e tij njihet. Statusi I tij në grup rritet. Gjuetarët më të mirë e kanë më të lehtë të gjejnë partnere. Është seleksionimi natyror që vepron në kohë reale, I dukshëm, pa eufemizma. Të 6 burrat ecin në rresht për një, në heshtje absolute. Komunikimi gjatë gjuetisë ndodh përmes një sistemi sinjalesh me duar të zhvilluar përgjatë brezave. Dora e hapur me pëllëmb poshtë do të thotë ndalo. 2 gishta që tregojnë do të thotë drejtim. Grushti I mbyllur do të thotë rrezik. Gishti tregues që rrotullohet do të thotë kafshë e pikasur. Ky fjalor gjestesh lejon koordinim të përsosur pa lëshuar asnjë tingull që do të alarmonte prejtë. Dielli fillon të lindë në 5:42. Savana zbulohet pak e nga pak. Bari I verdhë që lëkundet nga fladi I mëngjesit. Akacjet e shpërndara me kurorat e tyre karakteristike të rafshëta. Kodrat e termiteve që arrin deri në 3 metra lartësi, duke u dukur si skulptura abstrakte prej balte. Dhe në largësi, njolla të errëta që lëvizin ngadalë. Kafshë. Ende e pamundur të identifikohet se cilat janë në këtë distancë. Saleh ndalon se ecuri dhe ulet galiç. Sytë e tij fiksohen në tokë. Gjurmë. Për një vëzhgues të patrajnuar do të ishte thjesht tokë e trazuar. Për Saleh është një histori e plotë e shkruar në truall. 3 zebra kaluan këtu afërsisht 4 orë më parë. 2 të rritura dhe një zog. Drejtimi veriperëndim. Shpejtësi e moderuar, nuk po iknin nga asgjë. Njëra prej tyre çalon lehtë nga këmba e pasme e djathtë, thellësia e parregullt e gjurmëve denoncon çekuilibrin. Hadzabe arrin të identifikojnë më shumë se 60 lloje kafshësh vetëm nga gjurmët e tyre. Arrin të vlerësojnë se para sa kohë ka kaluar kafsha, nëse ishte e shëndetshme apo e plagosur, nëse ishte vetëm apo në grup, nëse ishte e qetë apo e frikësuar. Kjo aftësi nuk është magji as talent special. Është rezultat I vëzhgimit konstant që nga fëmijëria. Kur mbijetesa juaj varet nga leximi I tokës, ju mësoni ta lexoni tokën. 6:30 e mëngjesit. Vendimi merret. Grupi do të ndjek zebrat. Ajo që çalon përfaqëson një mundësi. Kafshët e plagosura ose të dobësuara janë gjithmonë prioritet sepse kërkojnë më pak energji për t'u vrarë. Midis shpenzimit të 6 orëve duke ndjekur një zebër të shëndetshme ose 3 orëve duke ndjekur një që çalon, zgjedhja është e qartë.
Hadzabe nuk gjuajnë për sport apo emocion. Gjuajnë për efikasitet kalorik. Çdo pikë djerse e shpenzuar në ndjekje duhet të kompensohet nga mishi i marrë. Ndjekja fillon. Ndryshe nga ajo që tregojnë filmat, gjuetit reale rrallë përfshin vrapime dramatike. Strategjia Hadzabe bazohet në këmbëngulje. Një zebër arrin 70 km/h në vrapim. Një Hadzabe i trajnuar vrapon maksimalisht 35 në periudha të shkurtra. Por njerëzit kanë një avantazh evolucionar vendimtar, rezistencën. Ndërsa zebrat duhet të ndalojnë për të ftohur trupin, ato nuk djersin si ne dhe varen nga gulqimi për të rregulluar temperaturën, njerëzit mund të vazhdojnë të lëvizin pafundësisht në diell. Gjëndrat tona të djersës na lejojnë të shpërndajmë nxehtësinë ndërsa mbajmë aktivitetin fizik. Hadzabe nuk vrapojnë pas zebrave. Ata ecin. Hap konstant, ritëm i qëndrueshëm, orë pas ore. Kur zebrat vërejnë pranin njerëzore dhe ja mbathin, gjuetarët nuk e rrisin shpejtësinë. Thjesht vazhdojnë të ecin në drejtimin ku ikën kafshët. Disa minuta më vonë, i gjejnë zebrat përsëri, të ndaluara për të pushuar. Kafshët ja mbathin përsëri. Ky cikël përsëritet pafundësisht derisa kafshët të jenë tepër të raskapitura për t'u larguar. 7:45 e mëngjesit. Pauza e parë për ujë. Çdo gjuetar mban një enë të bërë nga zora e antilopës, e aftë për të mbajtur afërsisht 1 litër ujë. Për një udhëtim që mund të zgjasë 12 orë ose më shumë nën temperaturën që kalon 40 gradë, 1 litër duket tmerrësisht pak. Hadzabe kanë mësuar të kursejnë lëngjet trupore në mënyra që studiuesit ende i studiojnë. Shkalla e tyre e djersitjes është më e ulët se mesatarja njerëzore, ndoshta një përshtatje e zhvilluar përgjatë mijëra brezave që jetojnë në këtë mjedis specifik. 8:20 e mëngjesit. Gjurma e zebrave kalon në territor të rrezikshëm. Saleh ndalon grupin me një gjest të prerë. Përpara, pjesërisht e fshehur nga vegjetacioni i ulët, një grup gjurmësh të ndryshme. Më të mëdha. Më të thella. Me shenja kthetrash. Luan. Një grup prej të paktën 4 individësh ka kaluar këtu kohët e fundit. Ndoshta në orën e fundit. Afërsia është alarmante. Hadzabe nuk gjuajnë luan. Një luan mashkull i rritur peshon mesatarisht 190 kg muskuj, kthetra dhe dhëmbë. Kafshimi i tij ushtron presion prej afërsisht 450 kg për centimetër katror, mjaftueshëm për të shtypur një kafshë njeriu. Përballja me një luan me harqe dhe shigjeta është vetvrasje. Por shmangia e luanve plotësisht është gjithashtu e pamundur. Hadzabe ndajnë territorin me afërsisht 2000 luan në rajonin e ekosistemit Serengeti Ngorongoro. Strategjia e mbijetesës bazohet në sjellje. Luanët sulmojnë prete që ikin, që tregojnë frikë. Hadzabe kanë mësuar se të ecësh në drejtim të një luani, duke mbajtur kontaktin vizual dhe qëndrimin drejt, shpesh e bën kafshën të tërhiqet. Luanët bëjnë llogaritje instinktive të rrezikut dhe përfitimit. Një grup njerëzish që përparon pa frikë përfaqëson pasiguri. Pasiguri do të thotë mundësi lëndimi. Në ekonominë brutale të savanës, luanët preferojnë të shmangin përballjet që nuk garantojnë fitore absolute. Grupi Hadzabe i bie rrotull zonës së gjurmëve të luanit. Jo nga frika paralizuese, por për strategji të arsyeshme. Shpenzimi i energjisë në përballje me grabitqarët kur qëllimi është gjuetja e zebrave do të ishte humbje taktike. Gjuetarët bëjnë një hark prej afërsisht 400 metrash në lindje, duke rimarrë gjurmët e zebrave më tej. 9:50 e mëngjesit. Nxehtësia fillon të rëndojë. Temperatura e përafërt është 38 gradë dhe po rritet. Hija është e pakët. Akaciet ofrojnë pak lehtësim, por ndalimi për të pushuar do të thoshte humbje e gjurmës. Edhe zebrat po vuajnë nga nxehtësia. Trupat e tyre grumbullojnë temperaturë që duhet ta shpërndajnë. Me çdo cikël ikjeje dhe pushimi, ato bëhen më të ngadalta, më të prekshme. 10:30 e mëngjesit. Kontakt vizual. Në distancë prej afërsisht 300 metrash, të tre zebrat janë të dukshme. 2 të rritura dhe zogu. Njëra nga të rriturat, ajo që çalon, është dukshëm duke gulquar. Frymëmarrja e saj është e rëndë, e dukshme edhe në këtë distancë nga lëvizja e egzageruar e ijeve. Gjuetarët ndalojnë. Tani fillon faza e afrimit.
Afrimi me një zebër në distancë qitjeje efektive, rreth 20 deri në 30 metra për harqet hadzabe, kërkon durim mbi njerëzor. Gjuetarët ndahen duke formuar një gjysmë rreth të gjerë. Secili përparon individualisht duke përdorur çdo mbulim të disponueshëm, shkure, kodra termitesh, gropëzime në terren. Lëvizja është e ngadaltë. Centimetra në minutë. Çdo gjest i papritur do t'i bëjë zebrat të ikin përsëri. 11:15 e mëngjesit. Gudo është në pozicion. 23 metra nga zebra që çalon. Ai mund t'i shoh detajet e kafshës tani. Vijat e zeza dhe të bardha që shërbejnë si kamuflazh kundër mizave cece, studimet kanë treguar se modeli konfuzon shikimin e insekteve. Plaga në këmbën e pasme të djathtë, ndoshta e shkaktuar nga një grabitqar ditë më parë. Syri i errët dhe i lagësh që her pas here rrotullohet në drejtim të Gudos, por nuk regjistron kërcënim. Ai ka qëndruar i palvizur për aq kohë sa duket pjesë e peizazhit. Gudo ngre harkun. Lëvizje e butë, pa nxitim. Vendos shigjetën e helmuar. Tërheq kordonin deri te cepi i gojës. Shënjestron ijen e zebrës, rajonin ku përqendrohen organet vitale. Zemra e një zebër është afërsisht sa madhësia e një topi futbolli dhe ndodhet menjëherë pas këmbës së përparme. Një qitje e saktë në këtë zonë do të thotë vdekje e garantuar, megjithse jo e menjëhershme. Helmi ka nevojë për kohë për të qarkulluar në sistemin e gjakut. Shigjeta fluturon. Goditje. Zebra kërcen, e befasuar nga dhimbja e papritur. 2 të tjerat ikin menjëherë. Plaga është pozicionuar saktë, disa centimetra pas këmbës së përparme. Shigjeta ka depërtuar afërsisht 15 centimetra, thellësi e mjaftueshme për të garantuar që helmi të hyjë në rrjedhën e gjakut. Tani fillon pritja. 11:40 e mëngjesit. Ndjekja finale. Zebra e goditur vrapon, por shpejtësia e saj tashmë është e komprometuar nga këmba që çalon dhe nga stresi i grumbulluar. Gjuetarët ndjekin me ritëm të moderuar. Nuk ka nxitim. Helmi punon në heshtje, duke shkatëruar qelizat kardiake me çdo minutë që kalon. Zebra do të ngadalësohet. Do të lëkundet. Do të bjerë. 12:30 e mesditës. Kafsha bie. Afërsisht 3 kilometra nga pika ku u godit, zebra rrëzohet. Këmbët e saj të pasme lëshojnë të parat. Ajo përpiqet të ngrihet, dështon. Sytë e saj janë ende të hapur, por trupi nuk i përgjigjet më urdhrave të trurit. Helmi ka paralizuar muskujt kardiak. Pas pak minutash do të jetë e vdekur. Gjuetarët afrohen me respekt. Midis hadzabe nuk ekziston festim i zhurmshëm pas një vdekjeje. Ekziston njohje e heshtur. Kafsha dha jetën e saj që njerëzit të vazhdojnë të jetojnë. Kjo nuk romantizohet as trajtohet me indiferencë. Thjesht pranohet si realiteti i ekzistencës. Grabitqarët vrasin prete. Prete ushqejnë grabitqarët. Cikli vazhdon. Saleh fillon përgatitjen e trupit menjëherë. Një zebër e rritur peshon midis 350 dhe 400 kg. Transportimi i gjithë kësaj peshe kthehet në kamp, afërsisht 8 kilometra larg, do të ishte i pamundur. Procesi i përgatitjes në fushë përfshin ndarjen e kufomës në pjesë të menaxhueshme dhe hedhjen e asaj që nuk do të përdoret. Së pari, heqja e të brendshmeve. Stomaku dhe zorët hapen dhe zbrazen. Mëlçia dhe zemra ndahen me kujdes, këto organe konsiderohen si delikatesë dhe do të konsumohen nga gjuetarët ende në vend, të papërpunuara, si shpërblim i menjëhershëm për përpjekjen. Tradita përcakton se kush hodhi shigjetën fatale ka të drejtën e zemrës. Gudo kafshon muskulin ende të ngrohtë, gjaku i rrjedh nëpër mjekër. Nuk është skenë për stomak të dobët të qytetërimeve që e paketuan vdekjen në plastik dhe buk peshk. Lëkura hiqet në një pjesë të vetme. Punë precize që Saleh e ekzekuton me një thik metali të konsumuar nga dekada përdorimi. Çdo prerje ndjek linja specifike, duke ruajtur integritetin e lëkurës për përdorim në të ardhmen. Një lëkurë zebre e trajtuar mirë shërben si qilim, mbulesë për kasolle ose artikull shkëmbimi me fise të tjera. Vlera e saj është e konsiderueshme. Mishi ndahet në porcione. Pjesët e pasme, më voluminoze, do të mbarten nga 2 burra secila. Pjesët e përparme janë më të vogla dhe mund të transportohen individualisht.
Eshtrat e këmbëve thyen për të nxjerrë palcën, dhjam i pastër, i pasur me kalori që do të konsumohet që sot. Kafka hidhet në vend. Fundrat ruhen për prodhimin e ngjitësit. Koha totale e përpunimit, afërsisht 2 orë. 2:45 e pasdites. Grupi fillon udhëtimin e kthimit. Çdo burr mban midis 20 dhe 30 kg mish, eshtra dhe lëkurë. Të mbledhura me harqet, shigjetat dhe enët e ujit, pesha totale për person kalon 40 kg. Dhe ende mbeten 8 kilometra për të përshkuar. Në diellin 42 gradë. Pa shteg të shënuar. Përmes territorit ku grabitçarët sigurisht që e kanë pikasur erën e gjakut të freskët. 4:30 e pasdites. Era e mishit tërheq vëmendje të padëshiruar. Në afërsisht 600 metra, një tufë hienash të njollosura vëzhgon njerëzit. 7 individ. Hienat janë ngrënëse kërmash oportuniste që nuk hezitojnë të përballen me grupe të vogla. Një grup prej 6 njerëzish të ngarkuar me mish përfaqëson një tundim të rëndësishëm. Hadzabe nuk shpejtojnë as nuk tregojnë nervozizëm. Mbajtja e të njëjtit ritëm ecjeje, e të njëjtit qëndrim të relaksuar, komunikon se njerëzit nuk e konsiderojnë veten pre. Pas 15 minutash ndjekjeje paralele, hienat dorëzohen. 5:50 e pasdites. Dielli fillon të ulet. Grupi kalon një zonë pylli të thatë më të dendur që ofron hije të mirë pritur. Midis degëve lart, lëvizje të shpejta denoncojnë praninë e babunëve. Një tufë prej afërsisht 30 individësh vëzhgon kalimin e njerëzve me kuriozitet të kujdesshëm. Babunët dhe hadzabe kanë një marrëdhënie komplekse. Nuk janë armiq natyror, por konkurrojnë për disa nga të njëjtat burime ushqimore, fruta, rënjë, vezë, zogj. Përballje të rastësishme ndodhin, zakonisht duke përfunduar me tërheqjen e babunëve pas demonstrimit të forcës njerëzore. 6:40 e pasdites. Pikasje problematike. Buaj. Një grup prej afërsisht 20 kafshësh shkullot në një lëndin 300 metra larg. Buajt afrikan konsiderohen si një nga kafshët më të rrezikshme të kontinentit, vrasin më shumë njerëz në vit në Afrikë se sa luanët dhe krokodilët së bashku. Grupi hadzabe ndalon për të vlerësuar. Rruga më direkte kalon përmes lëndinës. Rrotullimi i saj do të shtonte 2 kilometra. Sale vëzhgon buajt për disa minuta. Nëse ka meshkuj të rinj në periferi që shfaqin sjellje të trazuar, rreziku rritet eksponencialisht. Vendimi, rrotullimi. 2 kilometra ekstra janë të preferueshëm se sa të rrezikosh takimin me buajt duke mbajtur 40 kg mish. Hadzabe mbjetuan 50.000 vjet jo sepse ishin trima, por sepse ishin të matur. 7:30 e pasdites. Kampi është i dukshëm. Zjarret tashmë janë ndezur. Pika të vogla drite portokalli që shënojnë çdo kasole. Nga larg është e mundur të dëgjohen zëra, gratë duke biseduar ndërsa përgatisin mbledhjet e ditës, fëmijët duke luajtur në minutat e fundit para se të erësohet plotësisht. Grupi i gjuetis lëshon një thirrje specifike, një vokalizim që njofton kthimin e suksesshëm. Kampi përgjigjet me thirrje miratimi. Ardhja e gjuetarëve është moment bashkimi. Burrat, gratë dhe fëmijët afrohen për të parë ngarkesën e sjellë. Nuk ka ceremoni formale, por ekziston një njohje sociale e qartë. Gudo, i cili hodhi shigjetën fatale, merr përshëndetje diskrete, goditje në shpinë, fjalë të shkurtra miratimi. Saleh, si udhëheqës i ekspeditës, shpërndan porcionet e mishit midis familjeve të pranishme. Shpërndarja ndjek rregulla të pashkruara por universalisht të kuptuara. Çdo familje e pranishme merr pjesën proporcionale, pavarësisht se kush gjuajti. 8:15 e natës. Përgatitja e vaktit fillon. Gratë marrin kontrollin e mishit. Metodat e gatimit hadzabe janë të thjeshta. Prerjet më të vogla shpohen në shkopin dhe piqen mbi flak. Prerjet më të mëdha vendosen mbi gur të nxehtë, duke u rrotulluar her pas here. Pika e dëshiruar tenton të jetë më pak e pjekur, mishi ruan lëngshmërinë maksimale. Nuk ka erza në kuptimin perëndimor. Hadzabe nuk përdorin krip, piper apo erza. Mishi konsumohet me shijen natyrale. Studimet tregojnë se konsumi i tepërt i kripës dhe përforcuesve artificial ka mbit receptorët e shijes të popullsive të industrializuara. Hadzabe provojnë shije delikate që ne nuk arrijmë t'i perceptojmë më. 9 e natës. Vakti kryesor.
Afërsisht 40 njerëz janë mbledhur rreth 3 zjarreve qendrore. Fëmijët hanë të parët, jo për rregull formal, por sepse ankohen mëzëshëm dhe të rriturit preferojnë qetësi për të biseduar. Mishi i zebrës përtypet ngadalë, çdo porcion shfrytëzohet në maksimum. Eshtrat thyen për të thithur palcën. Absolutisht asgjë nuk shkon dëm. Ajo që nuk konsumohet këtë natë do të tymoset mbi zjarr për të ruajtur për ditët e ardhshme. Ndërsa han, tregohen histori. Sa leje rrëfen ngjarjet e ditës për ata që nuk morën pjesë. Zbulimin e gjurmëve. Vendimin për t'i ndjekur. Rrotullimin rreth territorit të luanëve. Afrimin e durueshëm. Qitjen e saktë të gudos. Pritjen për efektin e helmit. Përgatitjen e kufomës. Hienat që i ndoqen. Buajt që shmangën. Çdo detaj përfshihet, jo për kotësi, por për funksion edukativ. Fëmijët e pranishëm po thithin informacione që një ditë do t'i zbatojnë në gjuetit e tyre. Kjo është Universiteti Hadzabe. Nuk ka shkolla formale, libra shkollor apo provime me shkrim. Njohuria transmetohet gojarisht, brez pas brezi, në momente saktësisht si ky. Një fëmijë që u rrit duke dëgjuar histori gjueti e di të identifikoj gjurmët para se të di të lexoj, sepse nuk do të mësoj kur të lexoj. Di të përgatis helm para se të di të bëj llogari, sepse nuk i është dashur kur të bëj llogari. Kurrikula Hadzabe përfshin vetëm atë që është thelbësore për të mbijetuar, gjurmimin, gjuetin, mbledhjen, prodhimin e mjetetëve, leximin e motit, gjeografinë e territorit, sjelljen e kafshëve, bimët e ngrënshme kundrejt atyre helmuese. 10:30 e natës. Muzikë. Një nga burrat më të vjetër mori instrumentin e tij, një lloj citare e improvizuar e bërë nga kungulli dhe kordona tendine. Tingulli është hipnotik, përsëritës. Burrat e tjerë përplasin duart në ritëm kompleks. Disa gra këndojnë melodi që duken më shumë si vajtim se sa festim. Muzika Hadzabe nuk është e gëzueshme në kuptimin konvencional. Është e thellë, meditative. Vallëzimi ndodh pa koreografi të planifikuar. Trupat lëvizin rreth zjarrit, hijet projektohen mbi pemë. Rituali nuk ka orë për të përfunduar. Do të vazhdoj derisa njerëzit të jenë të lodhur. Koncepti i orarit thjesht nuk zbatohet. 11:45 e natës. Gudo largohet. Ai ecën deri në skaj të kampit. Shtrihet mbi lëkurën e antilopës. Mbi të, qielli shpërthen në yje. Pa ndotje dritash në një rrezë prej qindra kilometrash, rruga e qumështit është e dukshme në të gjithë shkëlqimin e saj. Hadzabe u kanë dhënë emra yjesive që nuk përkojnë me emrat grek apo arab. Për Gudon, qielli me yje frymëzon llogaritje praktike. Pozicioni i yjeve të caktuar tregon periudhën e vitit. Intensiteti i shkëlqimit të hënës ndikon në lëvizjen e preteve natë. Qielli është mjet mbijetese para se të jetë objekt soditjeje. Mesnatë. Kampi hesht. Zjarret ende digjen, të mbajtura nga rojet që ndërrohen në turne të parregull. Tingujt e natës të savanës mbushin zbrazëtin e lënë nga zërat njerëzor. Hienat duke u lëritur në largësi. Bufat duke gjuajtur brejtës të vegjël. Rëqetja e rastësishme e një luani që shënon territorin. Tinguj që për veshët urban do të ishin tmerrues, por që për Hadzabe janë thjesht kolona zanore normale e ekzistencës. 1:30 e mëngjesit. Alarm. Roja pikas lëvizje në periferi. Sytë që shkëlqejnë duke reflektuar dritën e flakëve. Hiena, ndoshta i njëjti grup që ndoqi gjuetarët më herët. 3 burra ngrihen të armatosur me pishtar. Ecin në drejtim të syve shkëlqyes duke bërtitur dhe agjituar flakët. Hienat tërhiqen. Kjo lojë përsëritet natë pas nate. Grabitqarët testojnë mbrojtjen. Mbrojtja përgjigjet. Ekuilibri mbahet. 3:15 e mëngjesit. Zgjim i ri. Gudo hap sytë. 14 orë kanë kaluar që kur vrau zebrën. Mishi që mbeti është tymosur. Por kampi ka 40 gojë për të ushqyer. Mishi i një zebër nuk zgjat një javë. Sot do të jetë e nevojshme të gjuhet përsëri. Ai ngrihet, merr harkun e tij dhe fillon të ecë. Rutina përsëritet. Të ndalosh së gjuajturi do të thotë të ndalosh së ngrëni. Të ndalosh së ngrëni do të thotë të vdesësh.
Thjeshtësia e këtij ekuacioni eliminon të gjitha kompleksitetet që mundojnë shoqëritë e industrializuara. 5 e mëngjesit. Agim i ri. Cikli i 24 orëve plotësohet. Dhe rifillon menjëherë. Kështu ka qenë në 50.000 vitet e fundit. Kështu do të vazhdoj për aq kohë sa hadzabe të ekzistojnë. Hadzabe nuk kanë fjalë për faleminderit. Kur dikush sjell mish në kamp, askush nuk e falenderon sepse ndarja nuk është mirësi, është thjesht ajo që bëhet. Ideja e grumbullimit të ushqimit ndërsa një tjetër vuan nga uria nuk ka kuptim në logjikën e tyre. Çdo gjueti ushqen të gjithë grupin. Çdo dështim absorbohet nga i gjithë grupi. Shkencëtarët që studiojnë hadzabe prej dekadash zbuluan diçka shqetësuese. Ata punojnë mesatarisht 4 deri në 6 orë në ditë për të garantuar ushqim, strehim dhe gjithçka që u nevojitet. Pjesën tjetër të kohës pushojnë, bisedojnë, luajnë me fëmijët, bëjnë muzikë. Nuk kanë sëmundje kardiake. Nuk kanë diabet. Nuk kanë depresion. Flejnë thellë çdo natë. Ndoshta vëzhgimi më i pakëndshëm që hadzabe na bëjnë nuk është për të kaluarën. Është për të tashmen. Për atë që fituam dhe atë që humbëm kur shkëmbyem savanën me zyrën,